Mirëdita të nderuar teleshikues të radio televizionit shqiptar, jemi drejt për drejt nga shtëpia e futbollit. Ndeshja e tretë e fundit e turneut UEFA Development për moshën deri në 16 vjeç. Shqipëria do të jetë përballë Ishujve Faroe. Vjen nga dy fitore skuadra e Ervin Bulgut, 3-0 me Moldavinë dhe 1-0 me Azerbajxhanin, ndërkohë që Ishujt Faroe janë mundur 4-2 nga Azerbajxhani dhe 3-1 nga Moldavia, dhe surpriza ka ardhur nga ndeshja Moldavia-Azerbajxhan, e cila Moldavia ka fituar 3-2 me Azerbajxhanin dhe mban vendin e dytë me 6 pikë, por më parë le të respektojmë himnet e të dyja skuadrave. Please remain standing to honor the national anthem of Albania. Ka përfunduar kështu ekzekutimi I himneve. Shqipëria Ervin Bulgut sot është me 2 mungesa. Mungon Nela për shkak të skualifikimit me 2 karton të verdh, por mungon edhe Nuredini, I cili në ndeshjen me Azerbajxhanin u zëvendësua në minutën 43 për shkak të një dëmtimi në kofshën e djathtë. Është autori 2 goleve, ndër 4 që Shqipëria ka shënuar në 2 ndeshje. Autorët e goleve të tjerë janë Halili dhe Tedi Male, dhe Shqipëria zbret në fushën e lojës sot me Kolgecaj, Dervishi, Halili, Laze kapiten skuadre, Karaj, Tedi Malaj, Arifi, Rifa, Elmazi, Gici dhe Mihana të gatshëm në solin e rezerveve, Shpuza, Pepnikaj, Mustafa, Gjafkollari, Marqeshi, Ramadani, Hysa, Mihana dhe Duka. Përgjigjet Ishujt Faroe me portierin Josepsen, më pas Rasmussen, Grønnegaard, Eliksgaard, Brandsson, Benjaminsen, Signarsson, Reina Trot, Johansen, Nordendal, Salta, dhe në solin e rezerveve Skala, Gulson, Christiansen, Bakalco, Hendriksen, Djumic dhe Hognason. Trajneri I skuadrës Frodi Benjaminsen. Ndeshja gjykohet nga Mario Shabanaj, Kreshik Sheu dhe Gerald Menaj, ndërsa arbitri 4 Hasanaj, të 4 nga Kolegiumi I Tiranës. Në krahun e majtë të ekranit Shqipëria me fanellat kuqezi, dhe në krahun e djathtë Ishujt Faroe me fanellat bardhë dhe blu.
Mjafton dhe një barazim sot që Shqipëria të shpallet fituese e këtij turneu momentalisht është e tillë. Për sa kohë Azerbajxhani u mund edhe në ndeshjen e tretë dhe të fundit me Moldavi 3-2. Dhe topën e parë nga qendra do të luajë Shqipëria. Pritet vetëm vëshëllima e Mario Shabanit. Vjen vëshëllima e Mario Shabanit. Kërkon topin e gjatë Shqipëria me Lazen, por nuk është në pozicion dhe nuk ka shpejtësinë e duhur Diçi për ta marrë. E marrën me qetësi miq. Malej! Goditje këndi. Vjen goditja e parë nga këndi për Shqipërinë. Edhe një tjetër për gjuhë Shqipëria. Rivon jasore për sëri për fanellët Kuqezi. E vetëm u luni pak. E u lu pak lullën. Alidi. Kjo dalë e shpejtë e Shqipërisë me Rifën. Edhe një tjetër mban topin në lojë Elmazi. E ka lejuar të dalë jashtë vijave kufizuese Rivon Jansori për Shqipërinë Elmazi. Arifi. Dhe të dalë shpejt në krahun e majt, vetëm rivënje fundore për Ishujt Faroe. Ka kaluar 3 minuta e parë, gjithë jetë 0-0 Shqipëria me Ishujt Faroe në turneun UEFA Development në përmbushën deri në 16 vjeç. Jo se pse. Elmazi që bën presingun që në rrethin e mbetit fushës. Dervishi, Karaj. Topi që kthehet pas tek Kalushi. Alidi. Edhe njëherë Elmazi. Qarkullon topin në përpavi skuadrë Ervin Bulkut. Kalushi. Karaj. Shkakton faul. Signarsson. Dalje shpejt e Rifës në krahun e djathtë. Rifa. E vonon pasimin Rifa, por ndërhyrja fundit është e lojtarëve të Ishujve Faroe. Goditja e dytë nga këndi për Shqipëri. 2-0 goditja e këndi. Arifi. Malej kërkon pozicionin ballor, por në përpara portierit jo sepse është ndodhur njëri nga mbrojtësit e Ishujve Faroe që ka larguar rrezikun. Ishte pikërisht numri 3 Rasmussen që largoi dhe shmangu psimin e golit.
Edhe njerë Malaj. Malaj. Ma orë nuk digjen nga pjesa tjetër e skuadrës. Ndodhën në pozicionet e dur Rifa për të shtyr topin në rjetë. E marrin me qetësi lojtarët e Ishujve Faroe. Se ishë rivënje me duar. Dervishi. Dy luftimet arf, shpra dhe vjende. Kjo goditje dënimi. Ndërhyrja e Rifës ndaj numrit 7 Benjamin Sen. I si është edhe kapiteni skuadrës së Ishujve Faroe. Kjo është ndeshja e 9 të kombëtarëve së Shqipërisë moshës deri në 16 vjeç. Që nga dhjetori 2022-shit. Në ato dy përballje me Malin e Zi. Në 9 përballje numëron 3 fitore dhe 6 humbje. Edhe një herë tjetër kjo dalë shpejt e Arifit, por topi nuk është i saktë për Rifën, kontrollon. Hendriksen. Elmazi. Kërkon të japi impulse sulmit në krahun e majt. Dervishi. Laze. Edhe njerë Dervishi. Ka goditje dënimi, thot Shabanaj. Në ndërhyrjen e Signarsson ndaj Karaj. Dervishi pason shkurtës i për Lazët. Edhe njerë Dervishi, më pas Arifi. Arifi kërkon të çaj vetëm drejt zonës së rrëpsisë së Ishujve Faroe, Rifa në krahun e djathtë, Rifa deri në thellësi. Malaj ka mundësinë e tij, por vetëm rivënje fundore për Ishujt Faroe. Minuta 7 dhe tjetër mundësi e mirë për Shqipërinë e Ervin Bulgut. Kështu pra Shqipëria moshës U16 që është drejtuar dhe nga Gron Koçova, ka fituar në dhjetor 1-0 në transferin e Malizit dhe është mundur 2-0 në Shkodër. Më pas në 2 miqësorët e janarit me Italinë U16 është mundur 3-0 dy herë. Në Shkodër në Shqipëri 1-5 dhe 0-6 dhe tani në maj. Fitoi me Moldavin 3-0 dhe me Azerbajxhanin 1-0. Një brez lojtarës datindjes 2007 që do përfaqësojnë Shqipërinë në tetor në kualifikuesit e kampionatit evropian U17. Kalushi. Halili. Arifi, pa adresa i topi ti, kontrollohet nga portieri Josepsen. Kërkon të bëj presingur, rivën janësore për Shqipëri. Dervishi. Malaj. Arifi. Vjen Elmazi në krahun e majt. Rifa. Malaj ishte Karaj që i afrua golit, diagonali ati, por shumë pranë shtyllës së djathtë pingullet të pojur të Ishujve Faroe, vetëm rivënje fundore për skuadrën mike. Tjetër mundësi e mirë për kuqëzit e vegjël. Arifi. Kjo përplasje. Dervishi. Do duhet frenuar kjo aksion individuali i Ishujve Faroe, vjen ndërhyrja vendimtare e Dervishi. I ka hiqur topin nga kontrolli numrit 7 Benjamin Sen.
Laze. Ata ishte numër 9. Arina Trot. Arina Trot. Mbyll mirë Halili. E largon me forcë, topi është edhe një herë tjetër në kontroll të mbrojtësve të Ishujve Faroe. Rasmussen. Ellingsgaard. Rasmussen. Kombinojnë me styrën mbrojtësve të Ishujve Faroe derisa të gjenë lojtarin e duhur për të rrezikuar në portën e Shqipërisë. Kërkohet ky top të thellësi për numrin 15. Nordendal. Arrivon një fundore. Gjithse prejka fundin ka qenë Kalushit. Arrivon një ansore. Kalushi. Arina Trot. Ndërhyrë Dervishi dhe vjen goditja e parë nga këndi për Ishujt Faroe. 2-1 goditje të këndit. 0-0 shifret e goleve. Jemi në minutën 11. Ka një vëshëllim. Arifi. Kontrollon për portieri Josepsen. Rifa. Karaj, por nuk e ndjek si duhet numër 17 Giçi dhe kontrollon gjithçka Josepsen. Lëvëni vëduar për Shqipërinë. Dervishi. Më pas Laze. Arifi. Laze. Laze dhe një Rifa. Rifa. Përpiqet të çaj vetëm deri zonës rrepsisë. Ishujve Faroe, godet Karaj. Largojnë mbrojtësit. Edhe njerë blokon Dervishi. Karaj. Dervishi. Tjetër i vënje me duar. Minuta 14, gjithnjë 0-0 Shqipëria me Ishujt Faroe.
Dervishi. Sërish vjen Dervishi në mbështetje të sulmit. Karaj. Detyrohet ta kthej pas topit tek Halili për ta orientuar edhe një herë sulmin. Kalushi. Halili. Gabon në pasim. Arifi për kalon avantazhin gjyqtari Shabana i kontrollon Kolgecaj. Elmazi. Elmazi. Dali shpejt. Arifi nuk kuptohet, nuk merret vesh me Rifën. Topi ka shkuar dhe jashtë vijave kufizuese rivonje fundore për Ishrit Faroe. Shumë i fortë ai pasimi i Arifit për Rifën. Në tentativën për ta vënë numri 11 të Shqipërisë pas shpinës së mbrojtjes së Ishrit Faroe. Josepsen. Ka rëshitur Rifa. Ishte numri 22 Kalushi. Se shtopin në zotimin e i lojtarëve të Ishrit Faroe, kthehet topi tek portieri Josepsen. Rifa. Aksioni shpejt, por nuk finalizohet me jetë e provon Tedi Male dhe ka gërshtuar Josepsen. Goditja e tretë nga Këndi për Shqipëri. 3-1 goditja e Këndit. Provon Tedi Male të gjej golin. Male nga Këndi. Por dhe Arifit të shohim se cilë do të jetë Arkimi e vetëm rivënje fundore. Edhe pse janë gjendur tek vija fatale portës së Ishrit Faroe, nuk kanë mundur dot ta shtyjnë për provoj Halili të rigjente golit, sikur se bëri në ndeshjen me Moldavin. Josepsen. Benjamicën. Kjo dale shpejt e Ishrit Faroe nga krau djathtë. Ishte numri Rifa. Rifa vjen Malaj. E në momentin e fundit përpara se të vinte Arifi kanë ndërhyrë një nga mbrojtësit e Ishrit Faroe, rivënien anësor për Shqipërinë. Ishte numri 4 Grønengard. Karaj midis 4-5 futbollistëve të Ishrit Faroe. Elmazi e kalon topin të dalë jashtë vijave kufizuese rivënje me duar për Shqipërinë. Halili. Dervishi. Kalushi. Edhe një herë tjetër Halili. Elmazi. Nuk ka rritur ta zotojë si duhet Giçi me krahun e majtë të sulmit. Rivënien anësor për Ishrit Faroe. Elmazi.
Halili. Kalushi. Dervishi. Sërish Kalushi. Dëron të luaj në mbrojtjen e topin lojtarët tanë derisa të gjenë mundësinë për të sulmuar drejt portës së Ishujve Faroe. Kjo dalë shpejt, Josepsen. E ka larguar me forcë, por i vënë ansore dhe mbetet në gjysmë fushën e Ishujve Faroe skuadra jo. Jemi në goditje e këndi për Shqipërinë. Goditja 4 nga këndi. Në 21 minuta. 4-1 goditja e këndit. Rifa. Karaj, arkimi ti. Merkeq numër 17 Giqi do të kishe goditën më mirë të vjen goditja e 5 nga këndi dhe një herë tjetër do të provoj Arifi të vërë lojtarët e tjerë në pozicion goditje. Arkimi në zonë Giqi. Arifi, Malaj. Sërish largon futbollistët e Ishujve Faroe. E ndërpritet loja për t'i dhënë mundësi lojtarëve të rifreskohen. Për shkak të temperaturave të larta në të cilat zhvillohet ky turne në këtë të djetë. Pra aktualisht në Tiranë është 26 gradë Celsius. Ndaj dhe gjyqtari Mario Shabane ka vendosur ndërprerjen e lojës në minutën e 22 në mesin e pjesës parë. Rikthehemi në fushën e lojës pas freskimit të lojtarëve të dy skuadrave do të rinisë gjithçka me rivënie anësore. Zero pra, teksa ka ngaluar 23 minuta nga pjesa parë, nga sali pjesës parë. Kjo mundësi, por nuk kuptohen me njëri tjetër lojtarët e skuadrës tonë. Kalushi. Halili. Edhe një Arifi. Sërish Halili. Kalushi. Dervi Kalushi ka bonë pasim e merë Rejna Trot drejt portës son. Goditja mbi Traore portës, çfarë ka humbur Nordendal. Dalja është pare shpejt e Ishujve Faroe dhe për fatin e skuadrës tonë. Për fatin e mirë skuadrës tonë përfundon gjithçka mbi Traun e portës së mbrojtur nga Kolgecaj. Halili, Laze, më pas Dervishi, Kalushi,
Halili. Edhe njerë merë Nordendal. Kërkohet për sëri nëmër 9, Rejna Trot. Lazve, ishte Karaj, Dervishi. Rifa. Ndërkohë Butka kanë zirë në nxemje Pep Nikal. Rifa, i drejtohet vetëm portës, goditja që lë shumë për të dëshiruar mund kishe bërë më mirë Rifa. Në atë aksion individual në pozicion ballor me portën e Josem Set. Vetëm Riva një fundore për Ishujt Faroe. Jemi në minuta e 26. Karaj. Dervishi. Edhe njerë Karaj. Lëvënje me duar prekja fundit e Rejna Trot. Dervishi. Tjetër ndaljes luaj nga Shabane. Rivën një anësore do tjetë për Ishujt Faroe. Do tjetë dënimi për Ishujt Faroe. Lazve. Rifa ka marrë me gjoks. Rifa. Me marrë sërish lojtarët e Ishujt Faroe. Nordendal. Alili Gorgesa në përshësi. Mijate ka kontrolluar topin brenda vije kuizuse të fushës. Halili. Rifa faul. Rënd e Rifës dhe kartoni pari verë që vjen nga gjyqtari Mario Shabane pikërisht për Rifën. Ndërhyrja ndaj numri 6 Brandson, goditet dënimi për Ishujt Faroe. Minuta 28. Numër 6 Brandson kërkon dhe asistencë mjekësore e cila ka ardhur në këtë moment nga stafi i Ishujve Faroe. Ndje vështirësi skuadra për të goditur në portën e Ishujve Faroe. Disi konfuze. Shumë pak për të mbajtur mend këtë pjesë të parë. Për të përpjekjeve të malajt të Karajt apo Rifës. Madje momenti më ideal ishte i numrit 15 të Ishujve Faroe Nordendal, që për fatin e mirë të kuqezive pas kthimit nga pauza që vendosi Shabane për të freskuar skuadrën përfundoi mbi traunë e portës tonë. Dhe gjithçka gati për të ristartuar edhe një herë lojën. Rasmussen. Elmazi. Në dy luftim me kapitenin e skuadrës së Ishujve Faroe Benjamin Sen. Rivënje me duar. Arifi. Sërish rivënje anësore. Malaj.
Nuk shkon topi të Karifi. Karaj. Rifa. Përsëri Rifa. Midis dy lojtarëve të Isheve Faroe, goditë dënimi në kufit e zonës së rrepsisë Isheve Faroe. Thuajse në pozicion diagonal me portën e migjë. Pranë topit Malaj dhe Arifi. Një mur prej 5 futbollistëve përpara portierit Gjose Mset. Vërshëllima e Shabanajt, niset Arifi, Malaj dhe goli parë. Shënon Malaj me një goditje nga rreth 22 metra. 22 metra. Minuta 31, 1-0 për Shqipërinë, Teti Malaj. Minuta e 31. Goal for Albania scored by number 9, Teddy Malaj, 32 minutes. Goli i dytë i Teti Malajt në 3 ndeshje në turneun e UEFA Development për moshën deri në 16 vjeç. Shkon në 5-0 golevarëshi i Shqipërisë, 3 ndeshje, 3 fitore dhe nuk kam më mirë për kombëtarin e trajnerit Ervin Bulgu, një motivim për këta lojtarë për të dhënë më të mirën e tyre në aktivitetet e ardhshme ndërkombëtare duke përfshirë dhe kualifikuesit e kampionatit evropian, 2 gola Teti Malaj, 2 gola Nureddini dhe 1 gol Halili, nga këto autorët e 5 goleve të kuqëzive në këtë turne. Përpiqet të mbet topin Giçi. Është dëmtuar një nga mbrojtësit e Isheve Faroe, ndoshta duhet ndërprer loja. Sinjalizimi në këtë moment duhet vi nga asistenti Krishtik Sheu. Rifa mund të ketë edhe fair play nga lojtarët tanë, në gjithë është ngritur qendërmbrojtësi i Isheve Faroe. Rifa nuk kuptohet me Giçin. Ishte pikërisht Grënagard që u dëmtua. Rifa një fundore për Isheve Faroe. 33 minuta lojë 1-0 me golin e Teti Malajt në minutën 31. Ndaj Azerbajxhanit shënoi në minutën 37. Ndërkohë që me Moldavin golat kanë ardhur në fundin e pjesës parë, minutën 45 Nureddini, në minutën 37 Halili, dhe më pas pjesës e dytë në minutën 68 përsëri Nureddini. Kontrollon Josepsen. Bëhet gati për Shqipëria për zëvendësimin e parë, Pepnika jashtë fushave, jashtë vijave kufizuese. Ajo që kuptohet, ndoshta do të zëvendësohet Kalushi për Leçovin me Rifën e Arifi dhe 2 herë Josepsen i thot jo golit. Ka goditje këndi. Në fakt largohet Rifa. Largohet Rifa pra dhe në lojë Pepnikaj. Minuta 34. Largohet Rifa dhe sepse është me karton të verdh. Ndoshta edhe një formë dëshkimi për të karton të panevojshëm. Tjetër goditje këndi. Jemi në goditje 7 nga këndi për Shqipërinë. 7 me 1 goditje këndit, 1-0 shifrat e goleve. Dhe qojmë si do të vendoset Shqipëria tashme dhe me hyrjen e qendërmbrojtësit tjetër Pepnikaj. Hakimi nga këndi provon pikërisht Halili.
Dhe vetëm rivënie fundore. Paktën në këtë moment tani ka hyrë në fushë Mihana, pra jo Pepnikaj. Bëjmë një korrigjim. Mihana në fushën e lojës. Mihana në majtë të sulmit, kështu që nuk ka lëvizje në mbrojtje. Dervishi, Kalushi, Halili dhe Elmazi katër shka mbrojtjes, para tyre kapiteni Laze, Karaj, Arifi dhe Giqi në mbështetje të dyshës sulmuese, Malaj dhe Mihana në këtë moment. Malaj në këtë depërtim nuk brin topi tek Mihana, provon Arifi. Ishte Giqi në fakt. Kalushi. Halili. Nuk merret vesh Malaj me Mihan. Loja e Ishve Faroj që shvendoset të krahun e djathtë. Benjaminsen. Kjo goditje vetëm rivënie fundore. Pra Mihana ka zënë vendin e Rifës në minutën e 34. Minuta 37, 8 minuta deri në përfundim të pjesës parë, gjithnjë 1-0. Goli Tedi Malaj në minutën e 31. Laze. Gabon në pasim. Rena Trot. E mban gjatë topin. Dhe vjen Halili për shkakton faull. Goditje dënimi për Ishve Faroj. Që i shtafi mjekësori Ishve Faroj brenda fushës. Carlos Sinjali Shabanët, Benjaminsen, jashtë pra, edhe pse është hedhur në plan zon në krahun e majtë të tij Kodgeca, ai ka shoqëruar topin vetëm rivënie fundore për Shqipërinë. Kalushi. Edhe një Kalushi. Karaj.
Karaj. Ndërhyrja e fundit e numrit 8 Signarsson. Këtë e dënimi për Shqipëri. Halili. Laze, sërish Halili. Kalushi. Dervishi. Laze. Malaj. Edhe njerë Laze. Topi në krahun e majt për Elmazin. Përpiqet Mihana, përpiqet edhe Arifi, Giçi. Por vetëm rivënjansor për Rishit Faroe. Halili. Kalushi. Vjen më pas Dervishi. Kalushi. Arifi. Elmazi. Dalje shpejt e Malet. Dervishi. E mbal mirë topin, Dervishi. Dervishi topi që kontrollohet nga numri 3, Rasmussen. Rivënie me duar për Shqipëri. Kemi në minutën 42, gjithë një gjithë zërë për Shqipërinë, goli i Tedi Malet në minutën 31. Vjen goditja 8 nga këndi për kuqezit ishte Elmazi, që u përpoq në krahun e majt për të harkuar 8-1 goditje të këndit. Largojnë futbollistët e Ishoj Faroe. Kalushi. Edhe njerë Kalushi. Halili. Laze. Giçi. Karaj. Giçi, Mihana. Është me i shpejt në dalje Josemsen. Pak në vështirësi për me gjithë edhe një tjetër kënë gullin letarë tanë Karaja. Elmazi. Vinë drejt fundit të pjesës parë. Që dalje shpejt rejnë nga trot. Mirë po ndodhet Halili në pozicion për të larguar topin me forcë dhe rivënjansor për Rishit Faroe. Halili. Malej. Edhe njerë Halili. Kalushi. Dervishi, Kalushi. Halili. Laze. Kërkohet Giçi pas shpine për dhe Mihana. Ndërkohë që Mihana është në qendër të sulmit. Giçi dhe Male kanë ndruar krahët, që do thotë që Giçi është në krahun e djathtë dhe Male në krahun e majt. Goditja e këndit e 8-a, ndërhyrja fundit e Ellingsgaard. Afrohet Arifit për të harkuar nga këndi në krahun e majt të sulmit të kuqezisë. Arifi.
Përpiqet edhe Kalushi, përpiqet edhe Lili, por askush nuk e ka gjetur goditje. Edhe një herë Male. Kontrollon Kalushi. Halili. Arifi ka dhe një shtyre nga pas për jetë e mban Kalushi. Halili. Laze për i kënë topi nga kontroli me jetë e Elmazi. Benjaminsen ka punë me Elmazi. Benjaminsen shkakton faull Elmazi, goditje dënimi për Ishujt Faroe. Jemi në minutën 46, shohim edhe akordimin e minutave shtesë, 2 minuta shtesë nga gjyqtari Kander Hasanaj. Argimi dhe zonës së rrepsisë Shqipërisë. Verbon me forës. Kjo mundësi kundër sulmi për Shqipërinë Giçi. Giçi i vetëm dhe zonës së rrepsisë së Ishujve Faroe Mihana. Mihana bllokohet në momentin e parë nga mbrojtësit. Edhe një herë Malaj. Malaj. Nuk e ndjek pjesa tjetër e skuadrës, kështu që rivënie fundore për Ishujt Faroe. Pritet vetëm vëshëllima e fundit e Mario Shabanait për t'i dhënë fund 45 minutit të parë, që do të përfundojë në shifrat 1-0 për Shqipërinë me golin e Teri Malajt në minutën e 31. Elmazi. Dervishi që e kthen topin te Kolgecaj. Halili. Giçi. I kanë topin nga kontrolli. Por rivënia për prekja fundit është e lojtarëve të Ishujve Faroe, kështu që rivënia me duar për Shqipërinë me Elmazin. Vjen vëshëllima e Shabanait 1-0. Goli Teri Malajt në minutën e 31, 15 minuta pushim dhe do të rikthehemi përsëri në transmetimin e pjesës së dytë të ndeshjes Shqipëri-Ishujve Faroe për turneun UEFA Development të moshës deri në 16 vjeç.
shme unë jam pjesë në stadion, ti pëtu 3. Pasaj që e jeti shpëndarë si leveve. Po bajteni, po që ti bëjë unë nësaj që ka nga rësuatë, me qa pami, që po pësht me leshi. Po bjerë të bëjë flutra, po ku di unë? Hajde. Që ka ndodhë mishë? Po ku di unë se që ka nga rësu unionin? Ka dash për futë prit të kënoj, se ky kodra mas brekut më qoj. Kodra ma? Qa? Koj ka nga resti? Dale. O falte! Qa? Futbol? Jere, Në qëto, në qëto? dale të këndoj. Tani. Ju dhe ku jini? Mirë, qërë bëhet? Qërë thuhet? Që po bëhet? Ku? Mashallah. Mirë ke qëti? Ani? Që të duhet? Transportoj lëngë tiro të shniri me kulturën e tifozëve që dhëllim për t'i vutë stadium gjardeshës Partizan Turqi. Procedohet penalisht dhe Turqi automjetë, sekuestrohet një sasi kapsolës gas. Më me banuës në Tiranë. Vija, mos ishtë altin kodra. Andrua në bjem. Më kush e Qarë do? Mish! Për kajgje? Për kajgje jam vetu? Bëj që të mundet. Okej. E, si me dhe në bidonë se habi dobi. Po s'hapësh e? Ore, po si ishe dalë kampion Invalders për U16, për djetë. Kushe? Invalders. Se ka të gjithë në veshë. E kapi! E fëmiu me! Se të bizë me pika, që të në atëmë. Amo Ramazan. Do të hashë me di. Alo. Superior mirë! Mirë. Si jeti? Zyshka se Ku është, se pushu jemi? Qa bëre? pa thonë vini para një 2 javësh ai mujë që i kërkova i gjë që s'ka qenë mirë. Ledina. A ka busë vini me ju? A mirë se, o si qunë haram vetë. Ja kam qu... Vdes për qunë. Jo, ja kam qu... Ju që keni? Dëgjoj sonin. Dëgjoj sonin. Ja kam quar... Ajda kushtari? Shkurtes A në që është WhatsApp. vëllë së shqimit e federatës? Ja shkurtes, ka po, vini, me atë pas ka numin mund angles fiki ja kam quar në WhatsApp. Ja kam quar tekstin unë. Nësë me më po punë, se vetë me bo që... Kushtë të dakosh thuj ka thoni gazetari... Po, okej, mira, ta qoj unë tani. Ku ta qoj dhe kush numër? E WhatsApp ti? Iko ti. Një ta qojnë me WhatsApp. Iko ikti. Edhe qoja kujdes. Mirë?
këto ato dëndët. Jo, e di, pa me. Ta kish parasysh ta thash. Jo, kam shumë parasysh. Rofsh. Jo, i prish puna aty na prish punë shumë. Eri pa me. Edhe me po mua vet, të drejtën tënde. Do marrin plan Po ç'pun kam bëj mua. Po njeriu haron ose dhe ai vet haron për atë punë. Po vishke? Ja, atë fikën ku do ta hash? Po jam gjynohen. Me çarша fika, ajo fikë madhe. Ajo e nënës, po si ishte. Po. E kam seriozisht ajo do von. Po hyri në 16 organe, 18 gjitha, 16 i bën cop. Po mirë, po. Ishte ai që futi ato në Mos janë ato kapsullat e Luisit. kapsolat e Luisit. Ha? Po Luisi si shkoi Luisi? Lërë. E qafshë Po tjetër. pse Luisi u martua në Tiranë se martua në Shkodër? Ai ka aty bashkë. Buha. Është Tiranës. Jam Tiranës i vjetër. Ky funksionare federale, si ka ky çështë këtu në klub. E gjinit. Ha, që ka? Beseri fola. Pse që do të? Po ullu qiko burdan të putë të ndupë në atë dhe. Por, Punon federatova, po punon atje dhe ore mos po hell kapsullë sa mirë mdalje. ku po sa ndemin. Na sedami. Eston sedami saj. Ha? Ula kokën unë në ngrënin selamit. Shuf në selami dhe më në besu. Ja. Ku do të akoni të selamu saj? Ko selamu saj në ta? Ishte vedo ai gustë në qërë. Të në dëshën ato të vedo, ato. Të bronzat. Ku kështu bo? Këtu më se ke pati? Selamu. O qa vape sot. Selamu saj në... Se ka menu mirë, do të që Kanë arru asfaltin elektoral. Jo, a di se nuk ta kishim bën ne, kishim bërë ca dyqane poshtë për të rruga të tre punë këto. Marë shi punë. Edhe se e ka të zbën keq, dy të restaurative në dhe më shumë. Kujtat, jo, këta kanë mire kanë logaritur ata se do këtë pallati tjetër të këto. Ah, po ne po. Tu s'ka pallat më, po tu i vjen gjej po dur. Po prishim fushat e futbollit dhe bëjmë pallate. Vjedhi me pempra, ka 1 milion pempra. Dulci dilte me 2 kulla. Vlora me 4. Po kytu se masë. Po Korça s'kishe kulla? Ja, 4 kulla në kërë dëgjova bjezë. E 4. ishte projekti me 4 punë. Do më thë po t'ullet në avion gabim t'i bje. Dile dhe ai te klani i bje, ishte marrë ata arkitektin që kështë bërë... Hajde më kalotëm. Kështë bërë projektin e këtyre kullave në Tiranë, në bashkërore. Skënderbeu në bashkërore. Po ku shpjeguan atë të Sahanti, se atë ka pavonë. Ishte shpëtur Vlora nga kallata që bën me 2. Po dushi? Të bëhet edhe një mes. Edhe i këthym stadiumet qendër koncertore. Ama nëse ishte gjitha ju embja, shu ishte qendër kontare. Ej, ku? O Julo, quni lumë? Është 2008. Ah, A ishte në U15 atë kur lutën Kubës vjetë? jo. Ishte edhe developer që po. Në kamës. Janë me mandamën edhe. E ka kryer me madhe. Ah. Dalë me step, po të shita kanë gjetë ma vjetë. Këto janë brezi që do vinke U17 në tetor. Ja, 7 vjetë. Po. Po, Këto që e ndritën me në shkurt me Idalin. ja, ata me Italini ishin këta. Vjetë, ata të 2008.
Në shkurt më këta Rafi Italia me 5-1 dhe 6-0 këtu. A këtu po. Këtu. E di, në janar. Edhe në 10 orë ka luajtur me Malezi. Po më duket, Kërçova ka qenë trajner. Po. U golliste Armani. Ose policët. Kush? Opa, 17. Po. Substitution for Fire Rising. Number 17, Stefan Djubic replaces number 16, Sarta Surtur. And for Romania, number 4, Ergestino Bettiga replaces number 22, Manuel Rushi, and number 3, Leo Scusa replaces number 15, Leo Manzi. Përshëndetje edhe një herë të nderuar teleshikues të Radio Televizion Shqiptar. Ka nisur pjesa e dytë e ndeshjes Shqipëri-Ishujt Faroe Promotion deri në 16 vjeç. 1-0 pjesa parë me golin e Tedi Malet në minutën e 31, 2 zëvendësime tek Shqipëria, Shpuza dhe Pep Nikaj për numrin 22 Kalushi dhe numri 17 Giçi. Ndërkohë që në lojë për Ishujt Faroe është Djumic. Ka vetëm 1 minutë që ka nisur pjesa e dytë. 3 zëvendësime tek Shqipëria, duke llogaritur dhe Mihana në pjesën e parë e 1 tek Ishujt Faroe. Pep Nikaj. Halili. Arifi e rëmben topin lojtarët e Ishujt Faroe, megjithatë edhe një herë Halili. Korgeca. Halili. Sërish Halili. Shpuza. Arifi. Pep Nikaj. Kërkohet Malej, por ndërkohë ai që ka lënë fushën është Elmazi jo Giçi, pra Dervishi në krahun e djathtë të mbrojtjes, Pep Nikaj e Nela e Halili në qendër, e Shpuza në të majt. Giçi. Arifi. Topi që ka rënë në kokën e gjyqtarit të Mario Shabane do të nisë gjithçka me top të diskutueshëm.
Çekullon topin në mbrojtje skuadra e Ishujit Faror. Pepnikaj. Halili. Shkuza. Kolgecaj. Halili. Përsëri Halili. Vjen Shkuza, ndërhyrja nga pasi i numrit 6 Branson, gëdhje dënimi për Shqipërinë. Halili. Laze. Edhe një Shkuza. Shkuza. I gjenë më pas Halili. Halili. Dalje shprejt e Benjaminsen. Rivën jansor për Ishujt Faror. Ellingsgard. Halili. Pepnikaj. Topi që kthehet tek Kolgesaj. Halili. Arifi. Halili. Shpuza me këtë top të fort duke shkon tek Mihana. Malaj. Laze. Karaj. Përsëri Laze. Edhe njerë Pepnika Halili. Nuk kuptohen me njëri tjetrin, Malaj dhe Arifi kanë marrë topin lojtarët e Ishujve Faror e rivolin fundore për ta. Pikërisht Gronagard ka detyruar Malen ta dërgoj topin jashtë. Rivën jansore. Kanë kaluar 6 minuta, jemi në minuta 51 takimit. E gjithë 1-0 për Shqipërinë, që shkon kështu drejt fitores së tretë në këtë turne. Edhe një tjetër. Benjaminsen. Benjaminsen mbi traun e portës. Goditje shumë e bukur e tij, e kapitenit të Ishujve Faror nga rreth 20 metra që përfundon mbi traun e portës së Kolgesaj. Rivënie fundore për Shqipërinë. Pepnikaj. Halili. Edhe njërë Pepnikaj. Halili. Halili. Arifi, sërish Halili. Shpuza. Benjaminsen. Shpuza. Pepnikaj. Topi gjatë i ti nuk mbrin do të gjithë vetëm rivënien fundore për Ishujt Faror. Josepsen. Kjo dalje përsëri mos marrëveshje midis lojtarëve.
u përpoq Dervishi të vinë televizje pjesën tjetër të skuadrës. E i njësë gjithçka me rivënja fundore nga Ishuj të Faroe, topi në duart e portierit Josepsen. Rivënja nësore nuk më arrin do të kontrolloj si duhet. Ellingsgaard, Shpuza. Bën sfondi në Giçi, por as Harifi as Mala nuk godasin. Rivënja nësore për Shqipërinë. Ishuj Faroe bën gati për zëvendësimin e tyre të dytë. E do të jetë Bacalco që do të vi për të rifreskuar skuadrën. Pep Nikaj, Halili, Shpuza. Arifi, Laze. Kjo dalë shpejt e skuadrës e Ishuj Faroe, Nordendal. Nordendal për pak ndërhyrja e Kolgecajt. E godit e këndi për Ishuj Faroe e dyta. Tjetër dalë e rrezikshme e Ishuj Faroe. Minuta 55 ja vjen zëvendësimi, largohet Johansen e në lojë numër 11 Bacalco. Në rini 2 tek Ishuj Faroe. Largon Giçi. E njësë edhe një herë tjetër rregullohet skuadra e Ishuj Faroe në sulm. Benjamin Sen, Dërin Shpuza, Mihana, rivënja nësore, Ellingsgaard, Shpuza, Arifi, faul nga numri 15 Nordendal, Bedia Dënimi. Pep Nikaj, Halili, lirohet mirë Arifi, mundësi kundër sulmi, Mihana, në krahun e majt Mihana, Harkimi, Giçi, nuk godet dot, largon qendërmbrojtësit edhe një herë Karaj, sërish goditet dobët e tjetër në spasim zone nga mbrojtësit e Ishuj Faroe, këm ngul Mihana, pas pasimit të Lazës, Arifi. Mihana, ndërhyrja fundit e Benjamin e numrit 4, Grënagard dhe goditja 9 nga këndi për Shqipërinë. 9-2. Minuta 57. Kjo mundësi në vështirësi, por rëmuj në zonën e Ishuj Faroe. Edhe një tjetër Pep Nikaj. Benjamin Sen. Rivënja nësore për Shqipërinë. Pep Nikaj, Mihana.
Laze. Mihana, Laze. Arifi. Karaj. Giqi. Dhe është goli i dytë. Goli i dytë, godet round dhe topi që përfundon në rrjet. Minuta e 60. Giqi dhe 2-0. Minuta 59 pra 2-0. Male në minuta 31 dhe Giqi në minuta 59, autorët e 2 goleve të Shqipërisë. Shënon Matias Giqi, më falni. Datëlindja 18 maj 2007. E nisovi nga qendra skuadra e Ishuj Faroe. Ndërkohë që jashtë luaje është Brandson. Është me 10 lojtarë skuadra e Ishuj Faroe. Dervishi me forcë. Ja del për një qas. Shkakton faull Karaj. Goditje dënimi. Ka ndërprer vrullin e numrit 9. Reinatro. Pran topit Signarsson. Signarsson. Vetëm rrjetë e jashtme. Goditja ishte numër 6, Brandson. Shtovra 2-0 për Shqipërinë. Male në minuta 31 dhe Giqi në minuta 59. Shkon në 6-0 golevarazhi i Shqipërisë në këtë turne. Në 3 ndeshje dhe 3 fitore dhe asnjë gol i mësuar. Shpuza në këtë dalje të shpejtë dhe të gjatë. Shpuza. Edhe pse ka patur ndërhyrje Brandson, Shpuza. Leci e sipër po mbi traul e portës së mbrojtur nga Josepsen. Shpuza. Arifi, faull për ka lejuar avantazhi gjyqtari Shabanaj. Bakalco, faull shkaktuar nga liri dhe kartoni i verdh, kartoni i dytë i verdh për Shqipërinë. Bën gati 2 zëvendësime të tjera për Shqipërinë. Jashtë fushës të gatshëm për të hyrë janë Marqeshi e Ramadani. Prantovit në këtë goditje dënimi për Ishuj Faroe. Numri 7 Benjaminsen, kapiteni i skuadrës. Mihana dhe Giqi në murin prej 2 lojtarësh. Benjaminsen, rrjetë e jashtme. Vetëm rivënie fundore. Shkon dhe ky moment ndërkohë i gatshëm edhe portieri Mustafa për të hyrë në lojë. Erno.
Mustafa, ishte tretëtor 2008. Petnikaj. Karaj. Malaj. Dale shpejt e Shqipërisë Malaj. Afrohet Giçi. Ndërhyra fundit e njërit për mbrojtësve të Ishoj Faroe që kanë mbetur dhe i dëmtuar, goditja 10 nga këndi për Shqipëri. 10 me 2 këndi, 2-0 shifret e golave. Kërkohet asistencë mjekësore. Është Grëna Gard që është jashtë vijave kufizuese, harkimi nga këndi Giçi. 3-0. Ka shënuar Giçi përsëri dobjet e tij dhe 3-0. Minuta e 66. Dobjet e Giçit. Male në minutë 31, Giçi në minutë 59, 3-0. Gjithnjë më sigurt kjo fitore për Shqipërinë e moshës deri në 16 vjeç ndaj Ishoj Faroe. Ndërkohë zëvendësimi i rallës. Mustafa në vend të Golgeçe. Po kështu Gjaf Kollari në vend të Karajt. Ndërkohë Marqeshi. Bëhet gati Duka. Hysa. Ndërkohë kanë gjetur momente për të rifreskuar skuadrën, vijon të jenë temperaturat e larta. Po kështu Giçi do të lë vendin Hysës. Ka shërguar dhe Mihana. Dhe në lojë do të jetë Ramadani. Minuta 68, pra i ka zëvendësuar thuajse të gjithë trajnerë vinë Burgu. Për i dhënë mundësi të gjithë të luajnë. Kështu që nuk kam mbetur më zëvendësime, janë të gjithë lojtarët e rezervë. Ramadani. Gjaf Kollari. Edhe një Ramadani. Kërkon kombinimi i shpejt me Gjaf Kollarin, e ka marrë topin lojtarët e Ishoj Faroe, Benjamin Sen. Malaj.
Pas Duka. Gjaf Kollari. Gjaf Kollari në këtë dalje të shpejtë, Gjaf Kollari i drejtohet zonës së rrëpsisë, por nuk digjet nga pjesa tjetër e skuadrës. Malaj pra i vetmi që ka mbetur nga formacioni i parë. Së bashku me Halili. Ndërkohë, dy zëvendësime tek Ishujt Faroe. Në minutën 69, Christiansen dhe Hendriksen. Edhe një tjetër. Grënagard. Largon Gjaf Kollari. Shkuza. Edhe një Shkuza. Ja marrin topin me forcë të ardhe Ishujt Faroe, përpiqet më pas edhe Hysa. Halili. Pep Nikaj. Përsëri Halili. Pep Nikaj. Halili. Shkuza. Halili. Ramadani me kokë. Edhe merë si duhet, për gjithë të ndërhyrën Pep Nikaj, i vjen më pas edhe Duka. Halili. Mustafa. Pep Nikaj. Përsëri Mustafa. Edhe një Pep Nikaj. Halili. Shkuza. Gjaf Kollari. Hysa. Arriva njësor për Shqipëri. Faul ndërhyrja numri 10 Christiansen ndaj Gjaf Kollarit. Goditje dënimi për Shqipërinë. Halili. Shkuza. Halili. Më pas Marqeshi. Shkuza, tjetër ndërhyrje nga pase Benjamin Sen, tjetër goditje dënimi. Hysa. Duka. Përsëri goditje dënimi, ndërhyrja ishte e numrit 8 Signarsson. Minuta 73 dhe 17 minuta në pjesës parë. Pjesës 2 në falë. Dhe këtë ndeshjes. Është nisur Malaj. Shkuza. Largojnë bërësit e Ishujt Faroe dhe njërë Tedi Malaj. Nuk e çon deri në fund dhe iniciativën e tij për t'ju afruar portës së Ishujt Faroe dhe për goditur. Hysa. E të dali shpejt në krahun e majt. Hysa. Gjaf Kollari. Ramadani. Hysa. Kërkon kombinimin me Gjaf Kollari. Pep Nikaj.
Marqeshi. Halili. Edhe njerë Gjafkollari. Halili. Hysa. Ramadani ka të gjithë zonën e veprimit, merë Duka. Duka, mbi traun e Polës. Bjorn Duka, 14 tetori 2007. Një fundore për Ishujt Faroe, minuta 74. Grënagart. Pepnikaj. Signarsson. E merr fort stopin Duka, Hysa. Duka. Nuk kuptohet me pjesën tjetër të skuadrës, top shumë i fort, pasim shumë i fort për Ramadanin pas shpinës së mbrojtjes së Ishujve Faroe. Tjetër i bën një fundore. Tjetër mundësi e Shqipërisë, por largojnë me forcë mbrojtësit e Ishujve Faroe. Hysa. Pepnikaj. Duka. Halili. Ndërhyrja nga pase numrit 11 Bakalço. Gëdhjet dënimi për Shqipërinë. Pepnikaj. Topi që kthehet tek portieri Mustafa. Halili. Shkuza. Halili. Gjafkollari e kalon pas kundërshtarit e tij. Malaj, Ramadani. Duka e pret portieri në Josepsen. Pranë golit të 4 Shqipëria. Edhe një Pepnikaj. Gjafkollari. Ndërhyrja shpejte, numër 6, Branson, rivendjansor për Shqipërinë. Pepnikaj, Gjafkollari. Me vështirësi, por gjithsesi ka ardhur edhe Marqeshi për ta kthyer topin tek Mustafa. Ndërhyrja e Benjamin Sen, rivendjansor për Shqipërinë që ekzekutohet nga Shkuza. Ramadani. Topi tek Josepsen, kthyer pasaj nga Grënagart. Ndërhyrja e Lilit rivendjansore për Ishujt Faroe. Faul nga Bakalço. Është e dyta herë që ky lojtar bën shkakton faul, një herë në ndërhyrje ndaj Halilit dhe tani ndaj Shkuzës. Benjamin Sen, tjetër vërshëllim e Mario Shabana dhe tjetër goditje dënimi. Kartoni verdh. Për Benjamin Sen. Është kartoni i tretë i verdh që nxjerr Shabane. Marqeshi. Dervishi. Shkuza. Gjafkollari. Përsëri Shkuza. E merr topin Marqeshi.
Dervishi. Vetëm me 11 metrë shpëri shpilfarohe është penguar Signarsson në përpjekjen e tij për të goditur në portën e Mustafës, ndërkohë që është ndëshkuar me karton të verdh Petnikaj. Benjamin Sen pranë topit. Minuta e 80. Benjamin Sen dhe përtje Mustafa. Benjamin Sen. Benjamin Sen është nisur 3-1. Ka shënuar në të djathtë Mustafës. Islands scored by number 7, Aaron Benjaminsen. Ka shënuar në të paraua për golin numër 7, Aaron Benjaminsen. Pra, Male në minutën 31, Giqi në minutën 59, 66 dhe Benjamin Sen në minutën 80 me penalti. Halili. Shpuza. E merr topin Benjamin Sen. Ramadani. Nuk ka askush nuk ka askënd nga shokët e tij për ta ndihmuar. Ndërhyrja numrit 17 Djumic e rivoniansor për Shqipërinë. Tjetër goditje dënimi. Minuta 82, 8 minuta nga fundi i takimit dhe mbyllje përfundimtare këtij turneu që ka nisur që në datën 2 maj. 2 maj, 5 maj dhe 7 maj. Era e parë që një turne ndërkombëtar zhvillohet në shtëpinë e futbollit. Kuptohet për të hapur dritën dhe ndeshjet të tjera ndërkombëtare. Mustafa. Halili. Topi që shkon të Hysa. E në pozicion jashtëloje Hysa. Duka. Qafkollari e me mirë Tedi Malej në pozicion diagonal. Gjo goditje dhe pret Josefsen pranë golit të katërt edhe një herë tjetër Duka. Hysa. Shpuza. Edhe njërë Shpuza. Shpuza. Duka. Marqeshi. Marqeshi në këtë goditje në pozicion ballor ka kushtuar Josepsen. Ramadani. Ramadani
Ramadani do të tregohet egoist, mund të kishte pasuar për dukën që vite mbas shpinës së tij. Kërkoj ta zgjidhte vet. Edhe një tjetër Ramadani, Duka. Hysa. Pozicioni ashtuaj numër 20. Minuta 84. Gradualisht po hym në 5 minutat e fundit të ndeshjes. Jemi në transmetim ekskluziv në Radio Televizionin Shqiptar në kanalin RTS Sport, një pasdite e mbushur me aktivitete sportive. Më parë ishte ndeshja Apollonia Luzi 2008 e vlerëshme për javën 25 të kategorisë së parë. Vjen kjo sfidë e fundit e turneut të UEFA Development për moshën deri në 16 vjeç. Më pas do të jenë gjysmëfinalet dhe finalet e Bilardos Tirana Open për ta mbyllur mbrëmjen me çmimin e mallë të Formula 1-shit në Miami të Shtetit Bashkuar të Amerikës në orën 22 në RTS Sport. Shpuza. Ramadani i vetëm e portierit Josepsen nga bon e majta e trallton vetëm rrjetë e jashtme. Duket sikur nuk kishte besimin për goditje për gjetur golin. Kiana Ramadani, 23 qershor 2007. Një lojtar që aktivizohet në Gjermani. Gjafkollari, në këtë depërtim të gjatë Gjafkollari. Diagonale që nuk gjen rrjetën për përfundon jashtë, bën një fundore për Ishuit Faroe, ka momentet bukura dhe spektakolare në shtëpinë e futbollit. Dorëzon topin skuadra e Ishuit Faroe, rivën janësore për Shqipërinë. Malej. Përsëri Malej. Benjaminson, autori golit të vetëm të Ishuit Faroe nga pika e bardhë dhe penaltis në minutën e 80. Halili. Një Benjaminson po mbyllet mirë Marqeshi. Pep Nikaj, topi gjatë i tij. Shpuza. Halili. Marqeshi. Pep Nikaj. Duka. Pep Nikaj. Marqeshi. Gjafkollari. Më pas edhe Mustafa. Halili në këtë dalë gjatë. Rivën janësore. Në da 88 mbetet gjithnjë shifra 3-1. Halili. Hysa. Marqeshi që e kthen topin tek portieri Mustafa. Faul ndaj Bakalcës, ndërhyerja është Shpuzës. Dhe dënimi për Ishuit Faroe në pozicion diagonal me portën e mbrojtur nga Mustafa.
Benjamin Sen pranë topit. Benjamin Sen. Goditje rivënie fundore për Shqipërinë. Pra 3-0 ndaj Moldavis, 1-0 ndaj Azerbajxhanit, 3-1 ndaj Ishuj Faroe. E në këtë mënyrë Shqipëria është triumfatore turneut të UEFA Development për moshën deri në 16 vjeç. Sigurisht që tregoi kualitet, por ka dhe problematika që duhen zgjidhur përpara se të shkohet në turne në kualifikuese të kampionatit evropian të moshës deri në U7 të moshës deri në 17 vjeç në tetor. 3 minuta shtesë. Shqipëria është në grup me Portugalinë, Greqinë dhe do t'i luajë ndeshjet në Portugalinë dhe tetor. Ndërkohë që Shqipëria do të jetë organizatore e grupit kualifikues për moshën deri në 19 vjeç në nëntor. Goditje dënimi tek rrethi i mezit fushës për Ishujt Faroe. Portieri Mustafa bllokon topin. I sigurt në daljen e tij. E kërkon skuadrën të dalë përpara. Shpuza. Hysa. Ramadani, Gjafkollari, Malej, drejtë në duar e Josepsen. Edhe njerë tiri Malej. Dervishi, Duka, Marqeshi, Gjafkollari, Hysa, Ramadani, Duka, Shpuza, Arkimi në zonë, largojnë mbrojtësit e Ishujve Faroe, Benjamin Sen në dy luftim me Shpuzën, Gjafkollari, Hysa, përsëri Shpuza, edhe një Hysa, Gjafkollari, Shpuza, në këtë dalin në krahun e majt, topi që largohet nga numri 5, Elin Zgar dhe goditja 11 nga këndi për Shqipërinë, 11-2. Një minuta 26. Duka. Marqeshi. Shpuza. Gjafkollari, Shpuza. Ndërhyrja e Hysës, goditje dënimi për Ishujt Faroe. Pritet vetëm vëshëllima e fundit e Mario Shabanit për t'i dhënë fund këtij turneu. Ndërkohë që java e ardhshme do të jetë për turnet rajonal që zhvillohen në të gjitha grup moshat. Në Federatën Shqiptare të Futbollit ka ardhur vëshëllima e fundit e Shabanit 3-1 për Shqipërinë. Male në minutën e 31, Giçi në minutën e 59 dhe 66, Benjamin Sen në minutën e 80 me penalti. Dhe Shqipëria e mbyll me 3 fitore në 3 ndeshje, 9 pikë të plota dhe golevarazhin 7-1. Kështu pra
Ky ishte përfaqësim dinjitoz i Shqipërisë Ervin Bulgut. Do të mbyllim transmetimin ton nga shtëpia e futbollit dhe me duke ju kujtuar që do të jemi në transmetimet e tjera në radio televizionin shqiptar.